Bordi i Transparencës ka publikuar sot çmimet e reja të karburanteve, të cilat këtë herë rezultojnë në ulje vetëm 24 orë pasi u rritën. Sipas vendimit që hyn në fuqi nga ora 13:30 e datës 15 prill 2026, nafta do tregtohet me 207 lekë për litër, nga 215 lekë që ishte një ditë më parë, edhe benzina zbret në 174 lekë për litër, nga 178 lekë që ishte më parë. Në praktik, qytetarët po përballen me një lojë çmimesh që ndryshojnë nga dita në ditë, ku rritja pasohet me njëherë nga një ulje që prezantohet si lehtësim. Në mbledhjen e radhës, bordi përcaktoi gjithashtu se çmimi me shumicë për gazoilin nuk duhet të kalojë 195 lekë për litër, ndërsa për benzinën 162 lekë për litër. Vendimi do të mbetet në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme, ndërsa operatorët janë të detyruar të zbatojnë atë, në të kundërt rrezikojnë pezullim të aktivitetit. Sa i përket akcizës, sipas aktit normativ në fuqi, ajo zbatohet në nivel të plot 100%, pasi çmimet aktuale janë nën kufit e përcaktuar për aplikimin e nivelit të reduktuar. Çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit gazoil i standardit SHSN 590 të jetë jo më shumë se 207 lekë për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 195 lekë për litër.